Mes Klan Kosovës, Big Brother ju kry, po personazhet e Bigut mbeten ende automat për folërat saj përket skemës showbizit. Këtu pranë me i kam dy kolegë me gazetar edhe kam shumë kënaqësinë që i kam studio. Mysafiri kena Butrin pasjaqën, Butrin faleminderit që jemi ne. Faleminderit për ftesën. Gjithashtu i shtëpisë është Arzenullah Tali. Po dihet ma. Po dihet ma, ai mundet edhe me dalë kënena më dhejse ke fundit se njëjtë është. Qysh po kalon Butrin? Mirë të parë. Qysh të dok përfundimi i Bigut, na eshëm bashkë para se me përfundu Bigu, mysafirët e dët në ora 7, tash me që përfundoj Bigu, a e i lumëtur për... Jam i lumëtur se si që kujtan edhe te, dolen që ato pritshmërit e mija, që folëm në emision, edhe për një me më bo shumë qefi për lëndrimin, edhe për të tjerët që u dokën që u ndanë të lumëtur, pavarësisht që mrena nuk besej që kanë qenë edhe shumë lumëtur me rezultatin, por menoj që e ka meritu edhe ka fitu ai i duhure. Shqyrëzohet, se gjithë ka një farë kritike, jo se ka meritu kjo që ka fitu. Halja, ka kësi komente që jo se ka meritu, jo u dashtë e Liona, jo asë, ato së të nalën kërë. Që tash kena me folët për ato komente, një kolegë tjetër kena në lidhe direkte, Relion Shtylla me neve, redi knatësimet pas, gjithmonë në diskutimet tila. Gjithmonë faleminderit që për të dytin Viktor Rallëzi, për Big Brother, jam pjesë e paneleve. Jo vetëm për Big Brother, në fakt kena diskutu shumë çështjet showbizit. Unë kisha pas qef me fillu me njëherë me Elionën. E njëjta e ka pas një postim, ajo së duket i ka vizitu varrezat e nanës edhe motrës saj dhe ka shpresoj që nga lart po më shihni dhe jam duke ju bërë krenare. Çdo sukses është për ju, ju dua për jetë. Mami dhe motra ime. Ky është shkrimi i Elionës. Edhe besoj që talë po janë nisim prej te këtë çështje. Besoj që do të mundi krenare realisht. Ka qenë e re Eliona, 18 vjeç që ka hyrë, 19 vjeç që ka kalu Bigun, edhe kam rri deri në finale, diçka që s'kam rri të tjerë. Okej, unë për veti nuk është e kum pa si fituese. Në finale, po si fituese Eliona nuk e kum pa, vetëm për shkak që nuk është që ka pas dinamika të mëdha që kanë kriju për shembull si lëndrimi edhe si banorët e tjerë. Eliona për shembull plusin e madh e ka pas në këtë eksperiencën e saj në Big Brother është momentin kur ju ngju një farë forme si labi, si banorët e tjerë që e kanë prej këtë historia, ka ditë me dalë prej asaj situate dhe mos me nxirrë anën më të keqe të saj. Domethënë ka ditë me mbrojt vetëm në mënyrë më të mirë të mundshme, po besoj që për secilin prindi vetë ka me kanë krenar që ose bë një rrugtim që nuk është për folë për naj skandal. Me atë sa kemi pa eksperiencën e saj në Big. Po jo, skandale s'ka pas, e vogël me pas skandale, a Butrin? Pa marrë parasysh. Se mundu me i pas skandale banorët e tjerë, po si që tha dhe miftari ka reagu shumë mirë, nuk pajtona të pjesa që ta nuk ka bë kur gjëtit përveç se është mbrojt, sepse ka qenë një prej lojtarëve më të forta menoj në këtë edicion. Për mu jo. Për shumë arsye, edhe menoj që në këtë rast besoj që edhe familja e saj edhe njerëzit që i ka gjallë janë krenar me rrugtimin. Në faktën e kom menu që Klodi e ka një farë lloj pëlqimi për Benitën, po si pas post-projmit, që patëm një post-projmit që mu më do kjarë zakonisht interesant, po do këtë që Klodit i pëlqen Eliona. Unë menoj që ai po vazhdon me lujt edhe jashtë shtëpisë së Big Brother, edhe menoj që fillimisht nuk e di pse ka shku në finale e para. E dyta është e vazhdu këtë lojën me pëlqime edhe jashtë. Do më thonë, unë kam informacione që ajo është taku me Elionën pas përfundimit të Bigut, edhe mendoj që plani është që ata me vazhdu, me u përfolë në publik, si kur janë qeft, pra ndaj edhe aja shfaqe pëlqimin mas si që u kry Big Brother, që në sa ishin mrena shtëpisë nuk e ka bo një gjë të tillë. Edhe menoj që kjo është komplet loja e Klodit, menoj që Eliona është viktime e tij dhe uroj që nuk do ta mbështes këtë idenë e tij që me lujt edhe jashtë. Jo, Eliona për minimin tan s'është viktim. Domethënë një mashkull peden që është në lidhje, po the ty pritëm një javë, domethënë te la ato tjetrën edhe të lidhna me ty, për minimin tan i ka fajt edhe Eliona vetë aty. Problemi është që Klodi herë thotë që kam një lidhje jashtë, herë se kam. Abden varet krejt. Lidhjen e ka, po çush e ka jashtë është tjetër diskutim. Asaj vetë nuk e den. Kështu që abden pse me lujt me një çik të re veç për vëmendje, mos më pëlqen kjo ide. Tash a e mbështet Eliona ajone nuk e di, po uroj që jo. Eliona e pam edhe në post Big Brother, do më thonë unë i te për mirë që Klodi ma në fund të shprej pëlqimin për Eliona. Po asaj nuk më pëlqej feq, do më thonë, sepse Klodi ka botë njëtë gjë edhe me Benitën, sepse në fund... A shkur ka qenë një sinqert Klodi, kur ka ma i rezervu në gjatë lojës, apo në pas që... A i vishë sinqert nuk ka qenë në asë një moment, asë mrena asë jashtë, sepse Benita e ka qenë finale Klodin. Okej.
nuk ka arsye. Sidomos të darsnja. Kështu që Abedin ka shku në krah të vajzave deri aty, tash jashtë do të me vazhdu diqysh, sepse Klodi nuk ka asnjë arsye me qenë faktor në mediat ose në publikun kosovar. A pajtohesh me këtë çështje, Redi? Klodi nuk ka asnjë arsye me qenë prezent në mediat kosovare. Po tani po shikojmë që edhe personazhet që futen në Big Brother, pra që nuk ka një karrierë, që nuk janë artistë, që nuk janë këngëtarë, që nuk janë showmen, thjesht janë figura publike, janë pjesë e ekranit dhe shesin për ato çka ato jetojnë në përditshmërinë e tyre. Sigurisht që nuk më pëlqeu qasja që Klodi kishte me Benitën, se përdori një arsyetim që senet që kanë ndodhur brenda asaj shtëpie, për sa kohë ti ke qenë brenda asaj shtëpie, mund t'i kishe mbyllur shumë mirë gjërat, por duke marrë në impakt atë që ka lexohet në rrjetet sociale dhe që ka një lloj, le të themi, duartrokitje për Klodin dhe për Elionën, ku futet pjesë edhe familja që për mua sa herë që futet familja në Big Brother thjesht e dëmton personazhin, se ishte motra e Klodit, ajo që një muaj më parë në fan club tha që treshi për sheshi, tha i bëjnë keq njëri tjetrit, e sfumojnë atë, ndërkohë që në natën finale surprizë tha që nuk i kisha mesazhin për ju të tre, por e kisha për dikë, e dikë tjetër i bie që është Benita. Besoj që është një lloj taktike thjesht për të zgjatur atë që në rrjete shikohet si një lloj dashëmirësie atyre që pëlqejnë Elionën dhe Klodin për t'i parë bashkë, kurse për mua më i sinqert është Benita, që e tregon atë që ka, edhe pse bën një lloj vibe pak për lojë. E raport që vajtona me Redion. Është mirë. Redi, çka ka ndodhur me ty? Është e raport që po pajtohen me ty dët në studio. Po unë them gjithmonë atë që shikoj dhe atë që mendoj, edhe pse her pas here të tjerëve ndoshta nuk ju pëlqen. Jo pas gjithmonë, jo. Është e vërteta. Pse kurse thonë? Është e vërteta. Ka raste kur Redioni është ashtu më duket si me lapse me letër, që edhe kur del në emisione i lexon, para se me dalë dhe anis e fol, po këto më pëlqeve Redion, bravo. A ka ditë kush është Mustafer? Mbase e ka ditë, Redion. Për çfarë? A ke ditë kënë ka Mustafer sot edhe e përgatit për mi pëlqy asysh? Po jo, unë përgatitem t'ju pëlqej tjerë dhe unë Po të ngucim, Redion. Për ndryshe kena pa një post-prime, kështu më përgjithësi, cilat ishin kam pikat që vjenale, e ke pa post-prime-in? Po e pash, do më thonë, shumica e vëmendjes këtë Benita në momentin që u fut në studio, për thejmi në... Pëlqaj se e murë vëmendjen që e meriton edhe ajo qik vete ka një farë prezencë që e merë vëmendjen edhe din me shfrytzu në shta rastin. Nuk më pëlqaj Klodi, si që thash prej fillimi deri në fond, më thonë ke komplet out, me nëzë folke edhe në njëra qysh do e ke me i sëqaru mua betet, vëq i shtjelav ke hala ma shumë, do me thonë, vëq i ledh ke sanet edhe nuk u kuptoj ke kur gjo. Menoj që a ideal nuk ka me shku largë, po munot në gjitha format me majt vetën gjallë, për shkak se nuk ka arsye si që thash, përveç lëndrimit edhe Elionës me u majtë në kratë këtyne qysh edhe ka shku deri aty ku ka. Po ta është dorën zamëraj, me lëndrim, veç më në dalë në spot lëndrimit, se lëndrimit... Po dhe po mjafton me u dok edhe si statist në spotin e tina, Abedin, kështu që... Ose me shfrydzu një video në TikTok me ba dhe mjafton që ajo. Dikosh matë me qëto sane kur nuk ka tjetër qka. Klodi është një ndërtar. Po, në mendoj që Benita, këmu majtë men dhe realisht këna me po projekte të reja të sojna. Një për seneve që po këtejnë atash para posit që ke finalja, performanca Benitës ke dorën zamër mu pëlqej tepër. Ajo që ka shumë prezencë edhe ka shumë njerëz po pëlqen që njerëz po e dojnë edhe po e pëlqejnë për ato që është shumë originale, është vetvetja edhe nuk bën sene veç sa për më udok ose i qysh e ndjen e thët. Edhe këto e ka vlerësu publiko. Definitivisht njerëz që janë të vërtet edhe original publiko arrin me i kuptu edhe me i pëlqy. Përderi sa prej viteve të kalume gjithmonë e kena pas, gjithmonë jo, po foli prej vitën e kalume kena pas një fitus me cilë nuk jena pajtu. Edhe për mdohet për që atë matë men Big Brother i kalum, për që ka më majtë men që kjo Big Brother prej te e talë, ta në të shumë. Mërej që kjo Big Brother ka më majtë men vesh për fitusin që ka qenë ta më fitusi publikut, nuk ka qenë fitus që ka qenë vitet kalume, që se cili banor e ka lanë 3-4 persona që kanë të për shumë pare, i kanë lanë edhe kanë gju vota pa limit për qatë person me fitu qmimin. E këtë vetë pa të ndryshu loja, se ke mujtë veç 5 vota mi që prej... Për qështet kontentit, se besoj për fitus pajtojnë, po kështu, prej kontentit, që ka me të kujtu ty prej këti bërë? Dorën zamën këtë vetë,
ka qenë shumë ma i qetë Bigur në krasi me vitin e Ma i kaluar. qetë? A e kena këshyrt njëtin Big, na dë dhe kë? Jo, me morë, jo, po flasë... Ali orë pa për radin. Jo, pe krasi i Xuxin. Shkore, hajde. Jo, pe krasi i Xuxin edhe shumicën e banorëve që kanë ditë dhe kanë shohë, kanë ofendu mënyrë ma të keqe të mundshme vitin e kaluar. Te ke pas një lapsa dhe të zudza. Labi e pa qatë periudën e vetë. Labi me pauza, dhe me thonë një muj. Alba që ashtu? Alba, okej, s'ka shohë, po ka full vetë me veti Alba, ka bo më në lëgë. Alba na ka shkatru nerva. Po ti ka shkatru nervat, për shumë ma mirë me ti shkatru nervat, si sa me dole dhe me shallë në ofendu. Nuk ka qenë i qetë. Alba ka Po ta fjallin sa i përket pjesës së ofendimeve. Okej, edhe Labi ka ofendimet, ditë. edhe shamjet, edhe bërtimat, Jo, me krasu me vitin e kalum, unë menoj, qushe kun po... Qelen një sondazh, le të votën publiko. Edhe të një sondazh me këshyrë cilë Begu ka në Unë nuk pajtona. Se di, është menim jam. Sa Labi, tani krejt shpia Labi, tani Labi krejtve, tani Alba krejtve. Ma i zhëmë shumë se këtë vetë, nuk besoj që ka pas ma heret, Big Brother. Në këndë vështrimin... Pas zhurëm, po e pa da fjallin... Ashtë kërë ka këshyrë me zotë dëllë. Jo. Do të mu dash me alëshu zonin. Dash me alëshu zonin televizorit talë. Red, ti si i treti, që ka pëllua, ka pas nërë Big ma të zhërëm shumë se kë. Sigurisht që ky edicion kishte personazhe si Alba që bëri atë hallakamën, Labi, por edhe kjo rinia e treshit për sheshin që sollën një vibe edhe një mesazh që ndoshta publiku do të shikojnë ndjesi reale. Kjo kryesisht nga fituesi Lëndrimi që pa diskutim bashkoi të gjithë në një vendim të vetëm që ai duhet të jetë fitues, se cilësitë e tij dhe energjia e tij bashkoi në të gjithë këtë Big Brother që pak a shumë ishte edhe i ndotur nga mesazhet jo të duara, por edhe nga veprimet ngacmuese, sidoqoftë në kuadër të lojës, ai ditit ishte i pastër dhe është një shembull që për herë të parë nuk fitoi një lojtar strateg apo që të jetë shumë i pisët apo që të bëjë këto romancat që edhe publiku është i lidhur, por fitoi një njerëz me një energji që nuk e humbi kur dinjitetin dhe dignitetin në ditën e sotme që po shikojmë edhe në Big Brother në Shqipëri që po rrëzohet për tokë, besoj që është një vlerë që duhet mbajtur mirë dhe Lëndrimi e ka përfajtuar. Thu për herë të parë, po që të spajtona me ty, se as Driloni s'ka qeni pist, ka qeni kulturum, djali kulturum, djali shembull sa i përket cilë, tjetër është që s'ka dit me luj. As kë nuk e pas ka po. Driloni u shit, se su kanë dorën zamër. U shit. Na e kena po që ashtu, tash që është me të vërtet e dëmë veçaj. Na që kena po, kanë i sjellë shumë, i edukum, s'ka ofendu, s'ka bërtit, kaq. Po jo dhe, në amër patriotizmet. Normal. Nej, se tem tjetër kjo. Red, se... Ndërhytëm pak. Po veç dashtë me ditën e butrinte nëse e kena këshyrt njëtën Big Brother, apet, pyetja është. Po tjetër që shikojmë të njëjtën Big Brother, por në ndjesi çfarë ti ke më shumë dëshirë për të marrë apo për të gjykuar në atë ne që bëjmë në rrjetet sociale apo ku jemi edhe pjesë edhe ekranin. Por sidoqoftë duke mbetur pak edhe tek le të themi ai që ishte mbrëm në post Big Brother, sigurisht që sa fut Benita dha atë vibe dhe energjinë dhe ishte le të themi e dallueshme që me apo jo ajo në finale do të mbetet një personazh dhe besoj që do të ketë një rrugtim të mirë, se është një girl show që e tregoi edhe në natën finale. Kena me pas dhe edicion tjetër Big Brother, Butrend, merresh me showbiz, moti merresh me media, moti apo të shkon menja me hi në Big Brother? Nuk ka shku menja, po në qëtë edicion ma mirë që s'kom hi, se isha qmend. A i bjen kjo si tjetërin kime hi? Nashta. A thuj kish pas hi në Big Brother? Ftyrën se ka. Ja, nisë. Jo, po besoj që Butrinti e nje shumë mirë botën e televizionit, edhe po besoj që kish mujt me bati shka mrana formatit të Bigot. Djetë këtë edicion se jo. Butrend, edhe sejna krejt drejt në fundit, po menoj, apo menoj që favorizohen pak ma shumë qëta persona që në të muzikës mrena shtëpive të Big Brotherit, për arsye se jënë diqysh vetme që direkt fitojnë, kështu data, koncerte. Normal, e ki fjallën kur dalin jashtë? Po, për kur dalin jashtë, po flasë po. Po, normal, pavarësisht që kemi pas vitin e kalum shambull Xuxin që s'ka fitu kur gjë, sepse s'ka pas që me fitu, edhe kush ka qenë tjetër në këngëtar, Lëndrimi është në fillim të karrierës, normalisht që i duhet koha la dhe kë mundet me ec catch, mas nëse nuk e menaxher mirë, këtë është në dorën e tyre, nuk ka të bëj këtë Bigo më jashtë. Po, këngë shë pas qef me pa në edicion ashën Bigut, që kjo pyetja e fundit për të tre? Që shketi kena pa
këtë Po karaktere. thomë unë që mund zirë për situatës butrinte. Okej. Kanë ki shef me po përveç vetës red, vitin arshëm, Big Brother. Po, le të themi një vibe tjetër, jo ky vibe që bëjnë gjithçka për lojë, që ofendojnë, shajnë diçka më reale me ndjesi, besoj që edhe publiku i mbështet, e ka dhënë provën që do situata më reale se sa vetëm në kuadër të lojës. Okej, unë e kisha pas shef me po Leonora Jakupin, se e kena pas si Kena po boll. Ta kisha pas shef me po dhe që shpelu lojën. Ose edhe ma mirë edhe Jonidon. Edhe tani Elionën Jonida kështë dhej sigurt. Opinionën. Mirë, Elionën opinioniste jo, kur të rritët edhe pak. Mirë, Redian, faleminderit shumë që është në Kosova today. Gjithmonë kënaqësi kro. Butren, faleminderit shumë, menova që kena me dhejës diçka, po jena pajtu sot, kështu s'ko ka mirë me të posë në emision ma mirë kur jena Mirë është kur jena kështu. Taj faleminderit se gjithmonë në posë Kosova today. Me që faleminderit që një kohë sot me neve, kena posë në ditë